shumë më shumë. Ata janë votuar me projekte cilat kanë, dhe kanë marë atë sa kanë marë. Prandaj e rrugës është që të kryojmë një qeveri të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, nga shumica, sepse një qeveri gjithë përfshirëse, përveç se kryon një situatë të jetë palakmueshme për shtetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse përçon një mesazh që ne jemi demokraci akoma e papjekun, dhe më e keqja është që nuk i respektojmë asë rezultatin zgjedhor, të dalin nga një palë zgjedhjesh të lira dhe demokratike. Kush respektohet ky rezultati zgjedhor? Po flas në bazë të deklarimeve publike. LDK thotë që ne respektojmë, jemi të tretit, jemi të gatshëm të qëndrojmë në opozitë. PDK-ja thotë ne jemi të dytit, e pranojmë rezultatin zgjedhor, e ka mundësinë partia e parë që ta krijojë edhe shumicën parlamentare, edhe qeverinë, po presim nëse s'mundet e marrim pastaj ne në duar procesin, nëse mund ta krijojmë ne shumicë prej 60 votash për një qeveri tjetër. Si mund të respektohet ndryshe? Për të kaluar te kjo faza ku të shikohet nëse lëvizja vetëvendosje mund ta formojë qeverinë apo jo, duhet të kryhet faza e parë, që është konstituimi i kuvendit. E ne nuk e kemi kaluar vota për kuvend, ne nuk e kemi kaluar akoma. Po sikur shkojmë me votim të fshehtë, ne do të arrijmë të sigurojmë 61 vota. E për qeveria propozoni edhe për qeveri votim të fshehtë. Edhe për qeveri tani ajo është një procedurë që nuk mundem tash të tregoj se çfarë mund të bëjmë, sepse këto janë hapa cilat ne i marrim dhe strategji cilat ne i ndërtojmë janë përputhje me ligjet e Kosovës, praktikat parlamentare dhe diskutimet që i bëjmë edhe ne në grupin tonë parlamentar. Mirë po fillimisht është shumë e rëndësishme që të kryhet hapi i parë. Ne ta konstituojmë kuvendin dhe pastaj të shohim nëse lëvizja vetëvendosje i ka numra që ta formojë qeverinë. Nëse ne nuk arrijmë ta formojmë qeverinë brenda afatit që na lejon Kushtetuta e Republikës Kosovës, atëherë janë partitë opozitare cilat munden me provu. Megjithatë ka një hap para konstituimit të kuvendit, një ftesë për koalicion qeverisës, para se të kalohet ky hap i parë për ta votuar kryetarin dhe nënkryetaret e kuvendit. Ju e keni bërë një hap, një ftesë ndaj lidhjes demokratike që ka refuzuar. Nuk keni bërë ftesa të tjera për koalicion qeverisës. A nuk keni tjera alternativa në këtë situatë? Se cilin vend në Evropë apo vend demokratik, zakonisht partia e parë dhe partia e tretë krijojnë koalicion. Nuk mundet partia e parë dhe partia e dytë. Ka ndodhur me juve? Plus në anën tjetër neve Jo më 2019 keni bërë koalicion me partinë e dytë. Ne tashmë kemi tregu që edhe kemi bërë ftesë që koalicionin mund ta bëjmë me LDK-n. Mirë, po LDK nuk dëshiron ta bëjë koalicion me vetëvendosjen, ndonse në qeverinë gjithëpërfshirëse e dëshiron vetëvendosjen. Pra shumë e palogjikshme. Idetë e tyre kreative nuk po ofrojnë zgjidhje sinqerta dhe drejta për shtetin e Kosovës. Se duhet ndjeket ky shablon, po të ishte PDK-ja e treta, do të aftonit PDK-n? Po tani do të ishte situatë krejndryshe. Çka do të? Po tani nuk mund të ndërtojmë situata hipotetike, të themi sikur të ishte kështu si do të kishit vepruar. PDK ka qenë e treta më 2019 dhe ju e keni ftuar LDK-n, partia e dytë, kur keni bërë koalicion. Po,